Përshëndetje nga kuzhina njerit, sot kam vendosur të përgatitë një çorbë me misht pulës që bëhet me miell grori. Krejt çka na nevojiten janë vetëm 2 kaçika, i kemi pastruar mirë, mandej një lugë të gjellës veget, një lugë të çajit krip, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë të çajit biber zi, 4 thalbi hudhër, 2 qepi kemi gri edhe vaj. Mandej na nevojiten në anën tjetër 200 gram me shlagram ose shlagzane ose ojë për ndryshe, një lugë të gjellës me kos, 2 lugë të gjellës miell, një lugë të mesme me biber të kuq, edhe e marrim një vezë komplet tashti, pra kjo na nevojitet më vonë, normal edhe pak ujë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Marrim një tenxhere, hedhim vaj edhe lojna vajin që të nxehet mirë. Pasi që është nxehë vaj, tash marrim qepë. Thalbit e hudhër, 4 thalbit hudhër. Marrim shtojna mishin e pulës, 2 kaçika pra. Ka verdisët mishi pulës mirë në 2 anë, edhe qepën ka verdisë, tash e marrim me lesat ja qepën. Edhe ja shtojna ujë, derisa të mbullohet pra mishi pulës për ndryshe, kaçikat me pulë. Mishi me pulës e kemi kavedit mirë, në 2 anë, ja kemi shtu me lesat që i kom për vend, edhe tash ja shtojna ujën. Derisa të mbullohet pra mishi i pulës për ndryshe, kaçikat me ujë. Edhe e mbulojna tenxherën me kapak, e lojna derisa të zihet mishi pulës, edhe pse zihet shpejt. Tek me mesat që kom përmend, pra vegetën, kripën, biberin e zi, biberin e kuq. Ja kom qit. Në anën tjetër ta përversit tjena nevojiten më vonë, pra një vezë, një lugë të gjellës mirë, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë të gjellës kos, edhe 200 gram shlagzane për ndryshe ojk ose shlagram. Pasi që është zi mishi, e kom morë pra kaçikat, i kom hek prej langut këtu në tenxhere, edhe i kom shprish. Ja kom largu ashtat, mishin e kom shprish pra me duar. Tash e qesim në tenxhere, pra e dhe mishin. Në anën tjetër tash marrim i përzina krejt përbersit që i kom përmend në fillim, me një bakall, një vezë, biberin e kuq, kusën, edhe miellin. Të gjithë i përzina me tel të dorës. I kemi përzi këta përbërës të gjithë mirë, tash të ja kthejna në tenxhere, edhe me tel të dorës, pra e përzina tenxhere që mos të mbesë kokra prej miellit. E lojna edhe një 5 minuta që të zihet merval pra çorbë. Çorba ka marrë val, për 5 minuta e kemi zi e përzina, pra masi ja kemi qit harqen, e kemi lanë, siç kom thonë, me marrë val për 5 minuta, duket kështu edhe bash ta knoqt barkun. Mu që kjo çorbë, mas shumë ti prej krejt çorbave, më pëlqen që kjo me misht pulës, që i hedhin pra hudhër, që shumë tepër më pëlqen. Ja vlen ta provani, koha e ftoftë, sidomos për fëmijët e kom cek shumë video, në kom qef shumë i ushqy pra me lugë, me hangur fëmija, jo ushqimet thota, edhe ne si prind nuk e lojna keq vetë sa jo ndihmojna, edhe për veti po ashtu kom qef. Ju beft mirë nëse e provani e ju lumshin duart, ja vlen ta provani 2 kaçika, një tenxhere me çorbë që ta knoq barkun, edhe krejt familja janë falenderues, edhe i knaqni familjen, fëmijët tuaj, burrin,
po ashtu ju vllazën që përgatitni për gratë ndonjëherë. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them miru pafshim.